Përshëndetje dashur teleshikues të shohut Fol Shqip. Sot jemi në qytetin Kyznakt, kanton Shfic. Kemi ardhur për trokitur në familjen e Ndue Berishës nga Klina. Pikërisht për djalin e tij Edmond Berisha. Edmond Berisha është një djalë 40 vjeçar, i cili ka plot dhunti, dëshira dhe pasione. Por fatkeqësisht Edmondi nuk arrin t'ua komunikojë njerëzve dhe familjarëve të tij me fjalë. Le ta shikojmë kush është Edmond Berisha. Përshëndetje, si jeni? Unë jam Altini nga show Fol Shqip. Kam ardhur pikërisht për të zhvilluar një intervistë me Edmond Berishën. Është e mundur apo jo? Po si jo. Faleminderit shumë. Mirë se vini. Po zëtën. O, tu nga tjeta. Si je? A je mirë? Ndue Berisha. Unë nuk Berisha jam. Gëzohem shumë. Nona, përshëndetje. Të pasha si përshëndetje, e shola me jetë lumte. Faleminderit shumë prej teje. Kjo është Edmond. Edmondi. Edmond Berisha. Kjo është arsyeja që kemi ardhur ne sot këtu. Faleminderit shumë që na pranuat. Të rrit njera e mirë si një orë. Shumë harë bashkë. Faleminderit shumë. Po nani uli? Po. Uli. Uli po. A mujte, Kollaj Ndue. qile atje të shpia, Shumë mirë, faleminderit. me shnet. Po, shumë mirë. Ajni këta në shtetet tjera. Jemi të shpërndam. Ani, Shqipëri, mirë, Kosovë, Zvicër, gjitha ne. Unë Ti jam si je? Berisha Ndue, për të përdoli. Prej të përdoli. Po. Dy i kam Kosovë. Dy i kam këtu, dy djelë. Kam Shikën, dhe fëmijëve dhe unë. Njën djale kam doktor. Njën në kam inxhinier. Ate kanë punë mirë në Kosovë, Klinë. Ndoj ma u fort ndoj, se shëqër Zotit i ke mirë gjithë. Shëqër mash, Zotit trujt. Me 7 jam mirë. Shëqër. 86 jam. 100 e sa dush ti u bofsh. Faleminderit shumë. Kjo është shoqja, po. Po mirë që është thot, në ngërbet që Emrin të. si e keni? Mirë, tonë fëmija mirë, me punë, me shkollë, me kajtë mirat janë. Po dhe visht ashtë më pleqë një jaja i kod vetat. Po, e vërtet është. O, që ashtë. Ju zonjë? Unë e qua mire Berisha Krasniqi, unë jam e martume, unë jam motra Edmond Berishës. Motra Edmond Berishës. Zonja mire, arsyeja e ardhjes tu sot është pikërisht Edmond Berisha. A ka mundësi të lutem na tregoni pak a shumë historinë e Edmondit? Po Edmond Berisha tash në janar të këtij viti ka mbush 40 vite, në Zvicër jeton që 30 vite. Ardhja e tij në Zvicër ka qenë ajo sepse babai ynë po në qenë vitet e 70-ta në Zvicër, edhe në Kosovë ky nuk ka pas mundësi aq të mira sepse ka qenë pak a shumë shkollimi, jo i mundshëm që ta ban atje, edhe ky ka qenë një fëmijë shumë inteligjent, edhe tani kena orë të puna për me shku në shkollë, me kry shkollën këtu, edhe për mjekim të mirë. Edmondi ka lindë në Kosovë, kur ka lindë Edmondi ka qenë i shnosh, për mas 3 muajve ka pas një temperaturë të lartë, edhe nga kjo temperaturë e lartë prindët e kanë qudhur te mjeku, edhe mjeku ka thonë se ky ka kallit të mushkrive.
Për këtë arsye e kanë quajtur në spital edhe unë shtrajtu për kolle të moshrive, ku përfundimisht e kanë gjetur se nuk kanë qenë kolle e moshrive, por ka qenë kolle e trurit. Edhe për këtë arsye kam jetë edhe në këtë gjendje në cilën është sën. Domethënë për një diagnozë të gabuar të cilët ja kanë dhënë mjek në fillim. Në spitalin e Kosovës, Ka qenë në spital në Pej. Në Pej. Po. Pastaj na si familje na kem qenë fëmija më të rritën, i kem dëmu edhe nën sepse babaj ka punuar natku në Zvicër. Edhe kem shiqu se ku mujna me gjetë një mjek në Kosovë apo dikun edhe ma gjerë për me ndihmu Edmundit edhe për me përmirësu gjendjen e tij shëndetësore. Për këtë arsye në moshën një vit e 7 muaj ku e ka pas Edmundi, e kena qenë në Beograd, edhe kur e kem qenë në Beograd atje e kena lënë në një spital, ku edhe mjek na kanë premtuar shumë se ka mu përmirësu gjendja e tij, edhe por ka ndodhur e kundërta, sepse atje në spital jo se nuk u përmirësu, po është keqësu edhe më tepër gjendja e tij. Se kur e kem qenë në spital në Beograd, Edmundi më ke pak me hecë në kom të veta, edhe në vetëm më dyf kemi amajt pak durt, edhe ka hecë. Kur u kthy për spitalit, nuk ka mujt ma kur, kom të minë shumë tjok, edhe me dur s'ka mujt kur gjë me bo. Dhe më thonë kanë bo disa prova, se i kanë pas ata për spitalin apo për diçka tjetër. Pasi gjendja e tij nuk u përmirësu as pak në Kosovë edhe në ish Jugoslavinë, atëherë babaj na tha se ndoshta nuk ishte qenë keq se ta sjellëm në Zvicër. Për 2 arsye, sepse në Kosovë nuk kena pas mundësi që ta quajna këtë në një shkollë, se s'ka pas shkollë speciale për fëmijë të cilët kanë pas ndonjë handicap, edhe për me këshyr edhe ma mirë të ndonjë mjek apo në për spitalet të Zvicrës. Për këtë edhe Edmundi ka shku deri në moshën 19 vjeçare në shkollë, e ka kryer shkollën të në Zvicër, edhe kena quna për mjek të ndryshëm, ku me shpresë gjithmonë se ka më përmirësu gjendja, ka ma mirë, por edhe në Zvicër kanë ndodhur gjëra të cilat nuk kanë qenë edhe aq të pritura. Po sam aq të pritura se Edmundi deri në moshën 19 vjeçare ka fol shumë mirë. Ka fol deri në 19 vjeçare. Në moshën 19 vjeçare ka pasur shumë shtangime trupore, edhe mjek na premtuan se me disa operacione ka më përmirësu kjo gjendje, edhe ka pas vështirësi edhe me frymëmarrje. Ajo shtangimet janë përmirësu, frymëmarrja është përmirësu, por fatkeqësisht për këtë e ka humbë të folurit. Domethënë i ka pas 3 operacione mas operacionit të dytë, kur i ka dalë narkozat të cilën e ka marrë, atëherë s'ka mujtë të foli. Edhe për këtë Edmundin, edhe për ne familjen ka qenë edhe një handicap tjetër, edhe pyetja ka qenë gjithmonë çka bëjmë, si ja bëjmë atutje. Duke ju falënderuar edhe vullnetit të madh të cilën ka Edmundi edhe ka pas gjithë këtë kohë, se ka qenë smut, ka qenë për spitale, ka qenë me dhimbje shumë të mëdha, kena të kaluar edhe këtë vështirësi, por këtë edhe duke ju falënderua edhe mjetër teknike, bisa edhe duke ju falënderua edhe Zvicrës. Kështu që Edmundit ja sjellën një kompjuter me të cilën kishte mundësi të shkruaj. Kam dëgjuar që Edmundi ka shkruar një libër. Dhe a ka mundësi të na tregosh pak si arriti Edmundi ta shkruajë këtë libër në këto kushte? Po është e vërtetë se Edmundi e ka shkruar një libër edhe atë e ka shkruar me sy. Ndoshta vjen pyetja se si shkruan njëri me sy, por përgjigjja është kjo. E kemi librin. Po. Kjo është përgjigjja se këtë libër e ka shkruar me sy. Edhe duke falënderuar vullnetit të tij të madh, entuziazmit të cilën ky e pat, mbasi e humbi të folurit, edhe i erdhi një kompjuter edhe të folit të zaventësoj tani me të shkruar në kompjuter. Edhe ju përkushtu, edhe për 2 vite e gjys e ka bërë këtë libër edhe kena botu. Kjo është botu në vitin 2008. Edhe këtë e ka titullu Edis Grand Slam. Edis Grand Slam. Po, edhe thirret Edis Grand Slam se më të vërtetë edhe ky me vështirësitë e tij, me smundjen e tij e ka fitu
një Grand Slam, edhe për atë arsye se është edhe një adhurues shumë i madh i tenisit. Po, edhe në tenis se kena Grand Slamet ku janë Grand Slamet se janë titujt më të mëdhenj që i fiton një teniser. Mirë, çfarë bën ky libër? Çfarë shkruhet në këtë libër? Në këtë libër Edmundi e ka përshkruar në pika sa do të tham të mëdha apo të vogla, sepse jeta ka qenë aq e rrjedhshme edhe me ngjarje të vazhdueshme, por këtu i ka shkruar disa shkurtimisht se si ka qenë jeta e tij, në Klin, në Dobërdel, ardha e tij në Zvicër, jeta në shkollë, jeta në për spitale të ndryshme, trajtimi në për mjek të ndryshëm, edhe gjanat e tjera, por edhe përkushtimin e familjes. Se pa një përkushtim të familjes, edhe ky nuk ishte mujt me arrit ato shka e ka rrit sot. Absolutisht. Kush kujdeset më shumë për Edmondin? Për Edmondin, kryesisht për kujdesna unë. Do më thonë për kujdesja ime është 24 orë. Edhe këtë e baj që 30 vite, si jena se pashko, për këtë kam ardhë dhe unë vetë në Zvicër. Ardhja e ime nuk ka qenë që të rriju në 30 vite, por jeta, do më thonë, të sjell vazhdimisht disa risi të reja, se duhet ta bëj edhe këtë vit, edhe vitin e ardhshëm, edhe vitin tjetër, edhe kështu kalu në 30 vite. Se unë kom ardhë kryesisht 3 muaj të qëndroj në Zvicër, sepse sa e përfundova fakultetin ekonomik në Kosovë, edhe dëshiresha tani të kthena edhe ti përkushtoj profesionin tim. Por këtu nuk shkruan gjonat ashtu sikur na i planifikum fillimisht, edhe tani ju përkushtova të tërkit jetime e vllaut tim, që edhe ky ta ketë një jetë. Bukur shumë. Edmondi ka udhëtuar shumë në botë, më duket. Edmundi ka udhëtuar shumë, edhe është shumë e vërtet se një njeri i cili ulet në kolic edhe mundet me udhëtu me bon udhëtime kaq të gjata, udhëtime të ndryshme. Por dëshira e tij ka qenë shumë e madhe, por edhe familja ju ka përkushtu që t'ia plotësoj këto dëshira të cilat i ka pas. Edmundi ka qenë edhe ma tepër për tenisin, edhe me këshyrë, dhe më thonë live tenisin në vendet ku edhe unë shlujt. Disa vite kena shku në Zyre, e kem përcjell, kena shku kena qenë në London, ku e kena po Wimbledonin, edhe ato dy javë të tëra. Ka qenë në Amerikë, e ka po US Open, kena qenë edhe në Istanbul, e kena po edhe atje tenis, por Edmundi ka qenë edhe në vendet tjera të ndryshme, ka qenë edhe në Gjermani ku e ka po futbol, ku ka luajt Bayern Müncheni, edhe ato ka po live, edhe ka qenë në Francë, ka qenë Itali, ka qenë Austri, ka qenë Shqipëri. Po thamë se në të pjesën evropiane në shumë vende kena shku, por duke ju falendrua dhe asaj se kena pas një mundësi të mje, kena pas makinën e përshtatshme, ku kena mujtë edhe këtë ta qesëm aty, po edhe familja Bastina. Si arriti Edmondi ta shkruaj këtë libër? Këtë libër Edmondi e ka shkruar me sy. Kompjuteri është ashtu i programum që syri e tij e përcjell një kamerë e cila është në kompjuter, edhe ky tani me sy e përcjell çdo gjë se na mujna me shkruar me gishta në kompjuter, ky e shkruan me sy edhe ka tabelen aty në kompjuter. Edhe kështu ky arriti që ta përfundon edhe këtë libër. E ky nuk është vetëm një libër i cili është shkruar nga Edmundi, ky është botu, po e ka shkruar edhe një libër tjetër të cilin e kena për shtash në një korektur, se do të më bën një farë korekture. Libri i dytë? Libri i dytë, e tretin, po edhe tretin, po me sy, të parin, me sy të dytin, edhe të tretin vetëm ka fillu, se Edmundi ka qenë në udhëtime, si thash, edhe ma përpara të gjata, jo për tenis, për me shëtit, por kena qenë edhe 3 herë në Lourdes, edhe Lourdes e ka fascinu aq tepër Edmundi sa ka fillu të shkruan për udhëtimin në Lourdes.
Të kalojmë pak tek i zoti i shtëpisë Ndue Berisha. Ndue Berisha, baci dashur, si ka qenë jeta jote në Zvicër? Ti je 86 vjeç, sa vite i patë në Zvicër the? Në Zvicër i kam marrë 70 ceni e marrë. 70 ceni. Po, Si të shdukur jetën të vend? kam jetu mirë. Ke jetu mirë. Po, kujtu me në Zvicër s'kam. Se, me veç Kosovë ka pas. Vetëm Kosovë ke pas me. Veç Kosovë. Njërë për të kam zë drejt, me s'pas ka njeti, unë më kishën mytë. Ja, si shna dalë për shpije, 3 herë shpijnë ma ka njëgë, shkitë. Në Kosovë. Po, në Kosovë. Këtë në një mund të tjetë, sa e s'ka ka pas gjallë, mi kanë morë, si kam mësu për Zvicrës, Regjela, Kretë. Kur ke qenë për herë të fundit në Kosovë? Ta shtë e më konë vjeta, si vjetë që më vjetë në sene, 16, sene e më konë në të shpia 10 ditë. O shtarë djali më kam. Më mirë në Kosovë apo në Zvicër? Jo, ma mirë në Kosovë. Më mirë në Kosovë. Po. Shka më shqiptari vërtet të më konë në Kosovë. Se kur s'ka më bëj huj. Desha di, Edmondi dakord nuk flet, por a kupton, a e din tash që ne po zhvillojmë këtë intervistë bashkë? Po si jo, Edmondi është shumë inteligjent. Edmondi vetëm nuk mundet të flasë edhe të folësh dhe ka humbë përmes atij operacionit të cilën e ka bën moshën 19 vjeçare, por në shkollë ka qenë ndër nxënësit më të mirët. Edhe tani, unë për veti, kur të kam dë një termin me bo, unë nuk e bajnë ishë, vetëm nëse kjo është prezent aty, e pës, Edi, kur e kena me shku në këtë termin, kur e kena bon këtë i mbanë në... Ti të regon Edmondi ty? Mi të regon Do më thonë, Edmondi. po si ti të regon, si e kupton ti Edmondin? Edmondin, prej se ka humbë të folit, e kena një tabel, ku e kena formu vetë këtë tabel, për me mundësu vetit, edhe Edmondit për me mujtë me komuniku me neve. Komunikoni në përmes kësaj tabele. Këtu janë germat, këtu i ka edhe numrat, edhe të një shkoj renin e parë, cilat germa janë, renin e dytë, tretën, edhe kështu e formojt një fjali, edhe të numrat. Edhe kjo është vetëm se njëjti duhet një farë përvoje, për me kohë, unë shkoj 2-3 germa dhe di shka u ka dhe me pytë, ose shka u ka dhe me mësanë. Edhe kështu e komunikujna me ta. Kur ka diçka ma tepër, merë e shkruan vetë në kompjuter. Bravo Edmond. Edmond, të përshëndesim përderisa po na kupton. Po jeta është gjeturi. E njeri gjithmonë e gjon gjonat si mja lecu vetë vetës, po edhe atina se ka nevoj. A shpresojmë që Edmondi një ditë do flasë? Po entuziazmi ti, vullneti ti, dëshira ti është aq e madhe sa se së një fjalë se dëshira edhe krejt molet i te kalen. Ta që 2 vite unë të bo Edmondi një terapi intenzive, dhe më thonë logopedi, edhe është në një rrugë shumë të mirë, vetëm se ka fillu që disa fjalë të mundet mi folë pa problem. Po për me folë një fjali të tonë nuk mjafton akoma, por është në një rrugë shumë të mirë. Edhe kjo na gëzon neve të gjithëve si familje, po mas tepërmi edhe Edmondin, sepse kështu ja lehtëson edhe jetën e tina. Çka? Deshe me thonë diçka? Që, kur jena të muzika, që ku e kena këtë mrapa, Linda Fe, e cila ka qenë... Ta shi këtë deshi me tregu? Po, këtë deshte vetëm me këtë qenë me tregu kështu, unë e pyta shka, shqeqen mrapa edhe e dita se për shka... Do me tregu që ka dalë në fotografi me... Po, me Linda Fe. Linda Fe, Miss Zvicra, më duket, e? Po, Linda Fe në 2009 ka qenë Miss i Zvicrës, tani ajo këndon shlagër muzikë, dhe më thonë muzikë popullore, edhe unë me Edmondin, kjo vetëm e lexon kompjuter, Linda Fe ka me këndu këtë shtunën, Cyri apo dikun tjetër, edhe kjo mi planifikon krejt, edhe duhet me shku me shiqu. Edhe kena qenë shumë koncertet të sajna. Edmondi ka dhënë edhe një mesazh për shqiptarët. Cili është mesazhi që ta marrin vesh shqiptarët?
Edmundi ka dhënë mesazh për shqiptarët, por edhe për gjithë botën. Dëshira e Edmundit është që në botën mbretëroj paqja. Edhe dëshira tjetër është që shqiptarët të cilët jetojnë në diasporë të jenë më të respektuar për vendasve ku ata jetojnë. Edhe dëshira e tij është që të gjithë të integrohen sa më tepër edhe në vendet ku ata jetojnë, kështu që ta kenë një urë ndërlidhëse edhe një jetë sa më të mirë. Ky mesazh është në librin e Edmond Berishës. Por Edmundi për librin të cilën e ka shkruar ka edhe një dëshirë për të gjithë ata të cilët janë të interesuar për ta lexuar këtë biografi të Edmundit. Librin nuk e gjojnë në librari të ndryshme në për Zvicër apo diku tjetër, por këtë mund me porosit në adresën private. Maili i tij është nueb@bluevin.ch. A mund të na demonstroni ju luga mira? Sepse jam kureshtar dhe unë për teleshikuesit e shohut Folship. Si shkruan Edmondi në kompjuterin e tij? Po, që unë gjes para kompjuterit, tani e shiqoj se si shkruan ky mesazh. Okej. Kjo kamera këtu e përcjell syrin e Edmundit. Këtu e shohim edhe syrin e tina, nëse këtu është e gjelbër, do të thonë është mirë syri. Nëse nuk është e gjelbër, duhet me afru ma afër ose me largu ma larg për kompjuterit. Tani këtu e ka tabelen, në tabeli ka germat. Këtu ka edhe ku mundet me shkru edhe numrat, për sukur e kena na shtyp në tastaturën, këtu e ka këtë tabelen në kompjuter, edhe këtu vetëm e shiqen 0.3 sekunda një gerëm, edhe të një shkruet germa aty në kompjuter, edhe ato shka e shkruan, pastaj mundet edhe vetë me shtyp. Kështu kë mundet me shkru mail me kompjuter, mundet me shkru SMS-a, mundet të hyrë në Facebook, e ka faqen, mundet të bajnë gjëna të cilat bëhen me kompjuter i bëhen të gjitha. Këtu e ka, del ato shka ka shku në kompjuter, shumë faleminderit për ardhjen e juve. Edmond, në emrin tim personal, në emrin e stafit shohut Folship dhe në emër gjithë shqiptarëve, të uroj të kesh një shëndet sa më të mirë. Baci Ndue, faleminderit shumë që na prite dhe për këtë intervistë kaq të mirë. Të rritnera e shumë faleminderit edhe pas jetën e gatë. Faleminderit shumë. Edhe faleminderit për ti, shumë. Zonja Mire, faleminderit shumë për këtë intervistë. Me ndërqofshe, jemi edhe natë ndërum se këne ardhë. Faleminderit nga zemra. Faleminderit edhe juve.